Mirëdita nga arena e Demave. Sot na pret një përballje fortë mes Partizanit dhe Bylis në kampionatin 9 vjeçarëve. Një duel me histori dhe varietet të hershëm, të kuqtë e Fatjon Muhamedit synojnë të forcojnë pozitat e kryetë rënditjes. Ndërsa ky takim kaq rëndësishëm do të besohet, do të drejtohet nga Ditmir Grinçi. Le të themi shpërndar dhe i ka menaxhuar të gjithë lojtarët në për grup moshë të ndryshme skuadra ballqote, ashtu si i takon në kësaj skuadre pra. Po le shikojmë të mundësi, provon Renga, shikoni, mundësia ka një premtim shumë të drejtë. Një ndërhyrje e rrezikshme ndaj Rengës në kokë, në fytyrë aty pranë, por sipas gjyqtarit gjithçka është rregull, ka luajtur lojën e fortë në këtë çaste. Krosimi i mirë drejtës, mundësia për të goditur tashmë provon në një farë mënyre. Kazim ka një tjetër premtim, por goditje këndi. Çypi. Top drejt Hysenli nuk ka rrihet, është Partizani që provon qokthi mirë për Rengën, mundësia, shikoni! Pak më i fortë se ç'duhet, nuk ka rrihet dot nga era Renga. Ideja ishte mjaft e mirë në qokthit. Pasim shtyllë dytë, mundësia, shikoni, topi që betë zonë, largohet më pas aksione Partizani, shikoni, lëvizje bukur Hidrit, mundësia për provuar Kazim. Ashtë për kjo, por gjithashtu në gjyqtari Grim që lejon pasi Partizani është përpara. Tedi Malaj provon zonën në Malaj, lëvizje bukur, pasimi e më pas Renga tashmë ndërhyn Hoxha. Çfarë aksioni gjatë i mirë i Partizani, por nuk u mbyll. Sulli Partizani, shikoni, mundësie mirë, por Kazim heziton ta kaloj këtë top për Rengën, shikohet, kërkohet qokthi në destinacion, qokthi më pas Hoxha. Gol që do ta rikthente të paktën në krye. Live jemi, Skënderbeu ka shënuar një aksion shumë i shpejt. Kazim, mundësia për të pasuar direkt, por heziton Kazim. Pas goditja shkon në shtyllë, e pabesueshme. Dhe Gjuzi dublojnë duke krijuar një mundësi nga krau i djathtë. Gjithmonë Marcelo Gjuzi crossi tokazi. Hidri godet dhe pabesueshme ndërhyn Hoxha. Partizanin për zhbllokuar sfidën Kazim, dialog të shtylla dhe njëre, pa besueshme. Çfarë emocionesh Bylis që nuk di ku do ta dërgojë topin. E ka dërguar në një goditje tjetër nga këndi. Me lojtarë që kontribuojnë në të gjitha, pra grupmoshët e mundshme, duke filluar nga skuadra e 19 vjeçarëve, kategoria e tretë me Bylis B, por gjithashtu dhe skuadra e 21 vjeçarëve dhe ekipi i parë. Por në shkëm të mundësi Partizanit, këtë top drejtë Rengës, Castro a ullë për një moment, por saktë Renga, i cili i merë kohën dhe mundësin për të kontroluar e këtë top drejtë Hidrit, i drejtohet zonës gjithmonë Hidri, Orges Hidri, Tokazini, devijimi shkon në rjetë! Ka shënuar Partizanit, Tedi Malaj, 1-0, është minuta e 59, edhe shblokohet sfida, mënyrë më të bukur, një këmbgulje gjatë e Rengës, e në pas Orges Hidri asiston bukur në zonë, për Tedi Malaj. Deri në fund edhe në këto momente shikoni, jata është Kazim, mundësia Kazim, të djathtë godet sipër trau të portës Hoxhës. Lufton mirë Sterling, është i shpejtë, mundësia për të përfituar nga shpejtësia e tij. Sterling i drejtohet zonës, Sterling godet, topi shkon në rjetë, 2-0 është minuta e 80. Partizani gjetë golin e dytë me anë të Sterling i futur në këto minuta. Me një zëvendësim shumë i zgjuar e i trajnerit Fatjon Muhamedi. Edhe njerë Partizani, jata për qokthin, mundësia për gol e tretë qokthi, drejtot, goditja me njershme. Zhuta është në fushme, numër 34, por le shkem të mundësi nga krau i djathtë Gjuzi. Gjuzi gjithmonë Gjuzi, goditja! Një mundësia artë, por Gjuzi shumë pranë, preferoi ta godiste vetëm dhe djathtën për të ndjekur, por nuk ka më kohë, mbyllet këtu takimi i javës 23 fitore në skuadrën skuqe. Një 2-0 i pastër, por i arritur në pjesën e dytë, 2 gola të shënuar pra në fraksionin e dytë nga Tedi Malaj në minutën 59 dhe në 80-ën Nengala Sterling i dhan fitore në skuadrën skuqe, tashmë merr kryesimin.